Fshati Pojan ndodhet në jug-perëndim të njësisë administrative Dërmenas, bashkia Fier, me një sipërfaqe prej 11 km². Aksi rrugor që të çon në këtë njësi përshkohet përmes vendeve dhe peizazheve atraktive natyrore. Pojani është fshat me burime të shumta kulturore dhe natyrore. Ai është fshati që lidhet në mënyrë organike me parkun kombëtar arkeologjik të Apollonis, i cili mban mbi vete 2606 vite histori, qytetërimi dhe kulture. Është një bazë e fuqishme për nxitjen e turizmit në të gjithë zonën. Turistët janë tipari kryesor dhe më i rëndësishëm i këtij fshati për të krijuar mundësi zhvillimi të zonës. I gjithë fshati Pojan rrethohet nga kurora kodrash, të cilat janë të veshura me gjelbërim, duke dhuruar peizazhe fantastike natyrore dhe atraktive, dhe që shërbejnë për lloje të ndryshme sportesh në grup, si hiking, ecje sportive e tjerë. Në fshatin Pojan ndodhen 3 objekte me status monument kulture të kategorisë së parë. Qyteti antik i Apollonis është shpallur monument kulture në vitin 1948. Shtylla në jug të qytetit të lashtë të Apollonis, në maj të një kodre, ndodhet një kolonë mermert me lartësi 6.6 metër dhe gjerësi 1.4 metër, si mbetje të tempullit të Afroditës, shpallur monument kulture në vitin 1948. Manastiri i Shënmërisë është shpallur monument kulture në vitin 1963. Banesa e Ongarëve është një kullguri dykatëshe me ngjyrë të hirt, me frëngjin të vogla e rrallë për në mizeqe, që në pamje të parë të bie në sy ndërtimi i saj me gur dhe breza dërase, vende me tulla të kuqe. Si material lidhës i gurve është përdorur dheu dhe breza dërasash që lidhen me një lloj gozhde jo të zakontë, që dëshmojnë mbi historinë e hershme rreth 300 vjeçare të ndërtimit të saj. Është e veçuar nga të gjitha ndërtesat e tjera të fshatit kryegjat të Fierit, rrethuar nga të gjitha anët me kodra të buta mizeqeje, madje dhe me objekte strategjike arkeologjike. Nga çdo cep i kopshtit të stërmadh të kullës së Ongarëve do të shikosh manastirin e Apollonis, i cili qëndron mbi krye, ndërsa në anën perëndimore i qëndron tempulli antik i Shtyllasit, një monument tjetër kulture në këtë pellg mahnitës. Në Pojan ju mund të shihoni ushqimin tradicional të zonës. Kuzhina e ambisave pojanase është e larmishme, por më e njohura është tava me bib, e cila është traditë e kulinarisë në Pojan. Ndaj nxitja e turizmit të qëndrueshëm rural është një ndër synimet e përfshirjes së këtij fshati në programin 100 fshatrat.